Qarta si që po ndryshon, mendoj që disa për ndryshimeve janë natyrisht edhe domosdoshme të mira, pra edhe zoti Kurti nga pozicioni i kryeministrit ka filluar ta kuptoj që të qenit person në udhëheqje të qeverisë nëm kupton që do të kesh më shumë përgjegjësi edhe në mënyrën se si sillesh, në mënyrën se çka flet, edhe veçanërisht në atë se çka dhe si vepron. Mirë po konsideroj që ai ndryshimi i shumë proklamuar nga dy partnerët e koalicionit se këto do të qeverisin ndryshe, madje me atë sloganin që thoshin që asgjë nuk do të jetë njëjtë, mendoj që ky ka qenë një egzagerim i madh, po shihet tash që është një egzagerim i madh. Deri tash nuk kam pa një qeverisje kush e di sa ndryshe, përveç disa tentativave, të them kështu, veçanërisht kjo e heqjes taksës në të cilën mendoj që vendimet që kanë rëndësi etike për Republikën e Kosovës më shumë po trajtohen si material për marrëdhënie me publikun se sa vendime serioze të një shteti. Nëse taksa po hiqet për shkak të trysnisë ndërkombëtare, a mendojmë ne se kjo trysni ndërkombëtare do të ndryshojë në prill? Me tash jemi në fund të shkurtit dhe zbatimi i pjesës së parë të largimit të tarifës do të fillojë më 15 mars, atëherë mendojmë që deri me 1 prill, kur janë dhënë këto disa prej afateve, kjo trysni ndërkombëtare do ndryshojë, unë nuk mendoj se do ndryshojë. Dhe në këtë drejtim, nëse trysnia ndërkombëtare nuk ndryshon dhe nëse kërkesa mbetet të njëjtë deri me 1 prill, çfarë do të bëjë zoti Kurti, kryeministri? Pra prapë do të heqë dorë nga disa prej kërkesave veta, dhe nëse kështu vazhdojmë, atëherë mendoj që kjo tregon për një politikë bërë goxha infantile e cila vështirë se mund të merret seriozisht veçanërisht nga partnerët tanë jashtë. Një letërkëmbim i tillë është problematike që është mbajtur sekret së nga kryeministri, thashë këtë do ta themi sepse unë kam qenë deputet në atë kohën e përkundër që është përfolur shumë se ekziston një letërkëmbim i tillë, asnjëherë nuk është publikuar dhe nuk i është treguar të paktën deputetëve, por pse jo edhe publikut, që për arsye të caktuara kemi këtë kufizim të përkohshëm, të cilin duhet ta pranoj. Për mua të paktën është goxha e pakuptim, bile më duket nga pak edhe naive, kjo mënyrë e zbulimit të kësaj marrëveshje edhe mos propozimi i asnjë hapi për ndërmarrjen e këtë drejtim. Zbulimi në vetëm më ka dukur shumë problematik në dy aspekte, pra si lloj gabimi, në njërin anë meç nuk ka një strategji prapa, meç nuk ka një synim se ku do të arrish me këtë marrëveshje, atëherë kjo i bie që praktikisht është bërë vetëm sa për treguar që ja, thashë kur ishte kryeministër, ka bërë zotime të tilla dhe në këtë mënyrë mendoj që është një aspekt i luftës brendshme politike i cili e ka një dimension jashtëzakonisht të rrezikshëm për Republikën e Kosovës, sepse mendoj që në asnjë mënyrë ne nuk bën që partneritetin tonë me ndërkombëtarët, veçanërisht me ato instanca, shtete e organizata që kanë ndihmuar Kosovën, ta rrezikojmë për luftën e brendshme politike.